Antarktida, i vetmi vend i planetit që s'mund të eksplorohet më. Antarktida është vendi më i largët, më i fshehtë, më i heshtur dhe më i paarritshëm i planetit Tokë. Një kontinent akulli aq i madh sa dhe një mister. Nën sipërfaqen e këtij kontinenti ruhen sekrete që askush nuk i ka treguar vërtet të gjitha. Në vitin 1930, një ekspeditë gjermane mbërriti në një zonë të quajtur Neuschwabenland. Në dokumentat zyrtare flitet për një ekspeditë shkencore, por disa burime tregojnë për një bazë të fshehur aty në Nakull. Pas luftës, vetë Amerika dërgoi një ekspeditë më gjiganden dhe më mbreslënësen të organizuar ndonjëherë, që nga ai moment shumë zona të Antarktidës u bën të pamundshme, sepse askush më nuk u lejuar që të shkojë. Misionet anulluara, fluturime të ndaluara, koordinata të fshin nga të gjithë regjistrat e botës, dhe në fund një heshtje si akull, që atëherë asnjë kapiten, general apo pilot nuk mund të tregoj dot asgjë. Por pikërisht nga ekspeditat e para filluan që të qarkullojnë disa histori, për disa ndërtesa misterioze, për disa piramida, madje të përsosura në simetri, që sipas gjasave nuk janë njerëzore, madje edhe për disa shpella të ngrohura nga vulkane aktiv. Bile tregohet edhe për disa harta të gjetura shumë të lashta, që tregojnë Antarktidën pa akull, madje edhe për një anomali të çuditshme në Wilkes Land, në një zonë 250 kilometra të gjerë. Në zemër të kontinentit të fshehtë shtrihet liçeni Vostok, një oqean i varrosur prej 15 milion vitesh, ku më vonë aty janë gjetur forma jete të panjohura më parë, zbulime të mbajtura pjesërisht sekrete, sikur diçka misterioze duhet që të mbahet e fshehur. Por unë jam i bindur se kontinenti i akullt është arkiva më e madhe e këtij planeti. Disa flasin për botë të tjerë flasin për admiralin Richard Byrd, dhe të tjerë akoma këtë vend e lidhin me teorinë e tokës së sheshtë. Pra në këtë kontinent ka diçka që mbahet e fshehtë. Në vitin 1947, admirali Richard Byrd udhëhoqi një ekspeditë të madhe, të quajtur Operacioni High Jump, pra kërcimi i madh. Një mision që kërkoi 4.000 burra, aeroplan, anije dhe nëndetëse. Zyrtarisht do të zgjaste për 6 muaj, por përfundoi vetëm pas 8 javësh. Në intervistat e para, admirali Byrd deklaroi përpara gazetarëve dhe kanaleve televiziv se kishte parë një tokë të panjohur, të përsosur, me burime minerale dhe me klim çuditërisht si një oazi. Në vitin 1955 ju dha dhe një tjetër komand, ekspedita Deep Freeze, pra ekspedita në thellësi të akullit. Por admirali nuk mundi ta përfundonte, sepse ai vdiq në vitin 1957. Ditarët e tij u zhdukën, të gjitha referencat humbën, dhe çdo gjë për Antarktidën u bë zyrtarisht çështje top secret. Eksaktësisht 2 vjet më vonë, në vitin 1959, 24 vende nga më të mëdha të botës nënshkruan traktatin e Antarktidës, duke ndaluar kështu që të gjitha aktivitetet ushtarake dhe duke bllokuar aksesin e lirë për çdo. Ishte një marrëveshje globale mbi një territor të ngrirë, pa jetë. Pse duhej ta bënin? Çfarë fshihet aty? Disa pretendojnë se Richard Byrd kishte zbuluar një kalim për një botë tjetër. Të tjerë flasin për baza sekrete të qytetërimeve të lashta. Megjithatë, është për të nënvizuar se imazhet satelitore tregojnë disa zona plotësisht të pikselizuara ose të censuruara. Sot askush nuk di në të vërtetë se çfarë fshihet te kufive të akullit. Por një gjë është e sigurt: Antarktida mbetet misteri më i madh dhe më i padepërtueshëm i këtij planeti.